بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, atë falenderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I kërkojmë Allahut Azza wa Jall të na ruaj nga e keqja vetëve tona dhe e punëve tona. Atë që udhëzon Allahu Azza wa Jall nuk ka kush e humb atë, dhe kush zgjedh për veten e tij devijimin nuk mund ta udhëzojë atë përveç sa Allahut Azza wa Jall. Në dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër më drejt përveç Allahut Azza wa Jall një vetëm pa e bërë shok atij, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob I dërguari I tij envijim. Mësimi vazhdon të jetë pra në librin e zakatit, siç e kemi dëgjuar pra mësimin e kaluar. Ne ndaluam tek hadithi me numër 169. Sonde me ndihmën e Allahut Azza wa Jall do marrim hadithin me numër 170 dhe 171. Ky hadith dhe hadithi vijues janë hadithe të cilat pra flasin pra rreth zakatit dhe vlerës së saj dhe çfarë gjykimi ka ai person I cili nuk e nxjerr atë pa ashtu. Them që është e re për pjesën më të madhe të njerëzve se a mund ta jap dikush zakatin për një tjetër apo jo. Atëherë, me ndihmën e Allahut Azza wa Jall fillojmë. Hadithi me numër 170. An Abi Hurairata radiyallahu anhu qal بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذراعه واعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه رواه البخاري ومسلم. Transmetohet nga Abi Hurairata, Allahu qoftë I kënaqur prej tij, se ka thënë: I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e dërgoi Umerin për mbledhjen e zakatit. Sikurse e kemi thënë në mësimet e kaluara, se kur vendi ka një prijes, atëherë për të mbledhur zakatin në popull, dërgon një person dhe ai është I deleguari I shtetit I prisit dhe mbledh zakatin e njerëzve. Dhe pastaj, pa diskutim që ndahen tek ato 8 kategori njerëzish, të cilët I kemi përmendur në mësimin e parë. Pra dhe në këtë rast, në këtë hadith, I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dërgoi Umerin për këtë punë. Dhe ju tha atij, o Umar, Ibn Jamili dhe Khalid ibn Walidi dhe Abbasi, xhaxhai I profetit sallallahu alaihi wasallam, kanë refuzuar dhënien e zakatit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam masi u mësua, pra masi Umeri ja tha të dërguarit këtë që dëgjoi, I tha, pra tha I dërguari Allahut, sa I përket Ibn Jamilit, ai nuk ka asgjë për të kundërshtuar, përveç faktit se ishte I varfër dhe Allahu I madhëruar e bëri të pasur. Sa I përket Khalidit, ju po I bëni padrejtësi atij, sepse ai ka vënë në dispozicion mburojat, pra mburojën e armaturës kur futet në luftë, dhe pajisjet e tij në rrugën e Allahut të lartësuar. Ndërsa sa I përket Abbasit, ai detyrimi I tij pra është mbi të
por atë e marrun mbi supe. Pra ai e merr përsipër dhe jap më shumë. Pra jap më shumë se sa i takon. Pastaj tha Umar, a nuk e di se xhaxhai i një njeriu është si babai i tij? Transmeton hadithin Sahih Buhari dhe Sahih Muslim. Pra, në këtë hadith, si që thot Sheikh Abdullah al-Bassam, Allahu e mëshiroft, thot, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi Umerin, Allahu qoftë i kënaqur për ti, për të mbledhur zakatin. E kjo sipas praktikës së tij të zakonshme për dërgimin e mbledhësve të zakatit. Umeri shkoi te Abbas ibn Abdul Muttalib dhe te Khalid ibn Walidi dhe te Ibn Xhamili, duke kërkuar prej tyre zakatin, por ata refuzuan ta jepnin. Atëherë Umeri shkoi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për t'u ankuar për këta tre persona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa i përket Ibn Xhamilit, i tha ai nuk ka asnjë justifikim për refuzimin e tij, përveç faktit se më përpara ka qenë i varfër, ama tani Allahu e ka pasuruar atë. Por ai e ka përballuar mirësinë e Allahut me mos mirënjohje, pra e ka përballur mirësinë e Allahut me mos mirënjohje, me mohim, dhe falënderimin me mohim. Pra për Ibn Xhamilin. A kurse për sa i përket Khalidit, ju po i bëni padrejtësi duke thënë se ai ka refuzuar zakatin. Ndërkohë që ai i ka vënë në dispozicion të gjitha gjërat e tij në rrugën e Allahut Azza wa Jall për të ngritur fjalën e Zotit la ilaha illallah pranë xhihad. Si mund të imagjinohet që një njeri i cili afrohet tek Allahu duke shpenzuar atë që nuk e ka detyrim, të refuzojë atë që Allahu e ka bërë detyrim mbi të? Kjo është diçka e largut dhe e pamundur për Khalidin. Gjithashtu është se ai ka konsideruar ato si mjete përdorimi, pra të gjitha mjetet të cilët pra vishej për të luftuar armikun, ishin mjetet të cilët pra nuk përdoreshin për tregti. Ndaj dhe ai e shikonte se nuk ka zakat, të cilat i përdor për luftë në rrugt të Allahut, dhe sendet e destinuara për përdorim personal nuk i nënshtrohen zakatit. Ktu mund të kuptojmë se nëse njeriu ka 1 apo 2 apo 3 makina, të cilat i përdor për veten e tij, ai nuk nxjerr zakat, sepse nuk i konsideron ata si një pasuri të cilën pra i merr për t'i shitur dhe për të fituar prej saj. Po ashtu çdo mjet tjetër, po ashtu çdo gjë tjetër, po ashtu flori, po ashtu rroba. Pra jemi të qartë. Kurse për sa i përket Ibn Abbasit, pra Abbasi radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, e mor unë përsipër detyrimin për të. Kjo mund të ketë qenë për shkak të pozitës dhe statusit të tij, gjë që mbështetet nga fjala e pejgamberit, ku thotë, a nuk e di, o Umer, se xhaxhai i një personi është si babai i tij, në konsiderat. Gjithashtu është e mundur që ai ta ketë dhënë zakatin e tij paraprakisht për 2 vite, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte marrë atë. E kjo mbështetet nga një transmetim me zinxhir të dobët nga Ibn Mes'udi radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori paraprakisht zakatin e Abbasit për 2 vite. Kështu ka thënë Hafidh Ibn Hajar për këtë hadith se është i dobët. Pra, përfitohet nga hadithi duke i rënditur si më poshtë. E para, lejohet dhe është e ligjshme që udhëheqësi të dërgojë mbledhës për grumbullimin e zakatit. E dyta, lejohet ankimi ndaj atij që refuzon të japë zakatin tek autoriteti që e detyron atë ta kryejë këtë detyrim. E njëjta gjë vlen për çdo person që refuzon një obligim ose kryen një ndalesë. Pra, sikur se shikojmë sot në vendin e nderuar, në vendin e tauhidit, në shtetin e Arabisë Saudite, kur personat që refuzojnë të përgjigjen namazit, atëherë policia përkatëse ndërhyn që ata të prezantojnë në detyrimin për të falur namazin dhe i bëjnë
pra thirrje që të mbyllin pjesën e punës ose pjesën ku ata punojnë. Po gjithashtu, këtu përfitohet nga këtë hadith se çdo kush që kryen një ndalesë, atëherë shteti dhe ministria përkatëse apo pjesa përkatëse ndërhyn dhe bën detyrën që i përket për ta ndaluar atë gjë që është ndaluar fetarisht. Pika 3 është shëmtuar si nga ana fetare, ashtu dhe nga ajo racionale, që njeriu të mohojë mirësitë e Allahut ndaj tij. Pra, ai person i cili refuzon që të xhej zakatin, ai është mosmirnjohës ndaj Allahut azza wa xal, sepse e dim që personi i cili nxjerr zakatin, Allahu ja shton atij në mirësinë e tij. E katërta, sendet e përcaktuara në rrugën e Allahut, që quhen në gjuhën vakaf, ose ato që janë të destinuara për përdorim personal, nuk i nënshtrohen zakatit. Kjo bazohet në faktin se justifikimi i tij për mosdhënien e zakatit, pra e Khalidit, ishte ose vendosja e tyre si vakaf në rrugën e Allahut, ose konsiderimi se ato ishin mjete përdorimit dhe jo pasuri për tregti. E pesta, lejohet që pasuritë e luajtshme, jo të paluajtshme, të bëhen vakaf, të kushtohen për Allahun e madhuruar dhe në rrugën e tij. E gjashta, sa i përket arsyetimit për rastin e Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të, mund të kuptohet 1. Ose lejushmëria e dhënies së zakatit paraprakisht, pra para kohës së tij, ose lejushmëria që dikush tjetër ta marrë përsipër pagesën e zakatit për atë mbi të cilin është detyrim. Megjithatë, është e largët kjo si mendim që Abasi të ketë refuzuar zakatin pa një arsye të vlefshme. E shtata, madhërimi i Xhaxhait dhe rëndësia e madhe e të drejtës së tij, pasi ai ka pozitë të ngjashme me atë të babait. Pra, për këtë hadith, këto janë vlerat dhe dobit që ka përcjellur Shehu Allahu më shërofta, pra në këtë hadith. Lutemi Allahun azza wa xal që ta mëshirojë Shehun, po ashtu Abdul Ghani al-Maqdisiun, imamin, dhe të na japi neve dobi. Hadithi vijues, i cili është me numër 171, transmetohet pra an Abdillah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمن قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها والأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض رواه Bukhari و Muslim. Pra, transmetohet ky hadith madhështor nga Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini, Allahu qoftë i kënaqur për tij. Transmetohet se ka thënë: kur Allahu i dha të dërguarit të tij, pra sallallahu alaihi wasallam, plaçkën e luftës së ditës së Hunenit, ai e ndau atë mes njerëzve dhe u dha një pjesë atyre muhaxhirëve në mënyrë që t'u zbute zemra, ndërsa ansarëve, të cilët ishin ata që ishin njerëzit në Medinë ku pritën të gjithë njerëzit që erdhën
nga pjesë tjetër nga Mekka, nuk u dha asgjë. Kjo bëri që ata të ndjenin diçka në vetvete, një lloj pakënaqësie, pasi nuk morën atë që morën të tjerët. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mblodhi dhe u mbajti një fjalim duke thënë: O ju ansar, a nuk ju gjeta të humbur dhe Allahu ju udhëzoi përmes meje? A nuk ishit të përçarë dhe Allahu ju bashkoi përmes meje? A nuk ishit të varfër dhe Allahu ju pasuroi? Sa herë që ai përmendte diçka, ata thoshin: Allahu dhe i dërguari i tij janë më bujarët ndaj nesh, më meritorët për mirënjohje. Ai tha, i dërguari i Zotit: çfarë ju pengon që ti përgjigjeni të dërguarit të Allahut, pra t'jeni të kënaqur? Ata thanë: Allahu dhe i dërguari i tij janë më bujarët ndaj nesh. Ai i tha: po të kishit dashur, do të kishit thënë ti erdhe tek ne në këtë gjendje e në atë gjendje. Pra kur erdhën nga Mekka, të gjithë muhaxhirët ishin në një gjendje shumë dobët në nevojë. A nuk jeni të kënaqur që njerëzit të kthehen me dele dhe deve, ndërsa ju të ktheheni me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në shtëpitë tuaja? Pra kjo është vlera e ansarëve, dhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vlerësoi ato njerëz. Sikur mos të ishte hijreti, do të ishe një prej ansarëve. Dhe nëse njerëzit do të merrin një luginë apo një shteg, unë do të merrja luginën dhe shtegun e ansarëve. Ansarët janë shiar, pra janë veshja e brendshme, janë ata çka përbëhet njeriu, ndërsa njerëzit e tjerë janë dithar, janë ajo veshja e jashtme. Ju do të përballeni pas meje me padrejtësi, favorizim ndaj tjerëve. Prandaj bëni durim derisa të më takoni tek haudi, burimi që ja ka dhënë Allahu azza wa jall në ditën e gjykimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj për gjithë ata të cilët pa nuk e din, Hunaini është një luginë në rrugën mes Mekës dhe Taifit, në drejtim të Es-Sejl el-Kebir, ndodhet në mes Esh-Shara dhe fshatit të Ez-Zejme, dhe sot quhet Wadi Jeddan. Në të ndodhi kjo betejë ashpër midis pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe fisit Hawazin, së bashku me fisin Thaqif, në muajin Shawwal të vitit të 8 pas hijretit. Pra, në këtë vit, Allahu azza wa jall i dha këtë lloj ndihme dhe ku besimtarët fituan ndaj armiqve të Allahut azza wa jall dhe armiqve të Islamit, dhe Zoti i dha gjithë të bereqet të plaçk lufte. Kuptimi i përgjithshëm i këtij hadithi është, thot Sheikh Abdullah al-Bassam, se muslimanët u përballën me politeist në këtë luftë, pra në luftën e Hunenit. Pra ata të cilët pra nuk besonin. Ku këta të fundit pësuan disfat dhe muslimanët përfituan pasuri të tyre si plaçk lufte, në këtë ekspedit morën pjesë dhe disa prej krerëve arab, të cilët kishin hyrë në Islam, por besimi ende nuk ishte i rrënjosur plotësisht në zemrat e tyre. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dha atyre një pjesë të madhe nga plaçka e luftës. Dhe kjo është pse dhe shkaku pse Imam Abdul Ghani al-Maqdisi e ka përcjellur këtë hadith në librin e zakatit. Sepse po ta lexojmë, duket sikur pra nuk ka lidhje. Por lidhja është se i shtohet një kategori tjetër të atyre 8 kategorive më parë, është se atyre njerëzve që kanë nevojë për diçka simbolike, për t'ia zbutur zemrën, që ata të forcohen më shumë në Islam dhe ta duan më shumë Islamin dhe ta përqafojnë më bukur Islamin dhe të jenë më të ndershëm dhe të ecin përpara në këtë rrugë, atëherë u jepet nga pjesa e zakatit. Dhe kjo është pra shkaku kryesor që Sheikhu e ka përcjellur këtë hadith në librin e zakatit, sikur se ka vepruar dhe Imam Muslimi në Sahihun e tij, këtë hadith e ka futur pra në librin e zakatit. Pra, i dërguari Allahut u dha atyre një pjesë të madhe nga plaçka e luftës me qëllimin afrimin e tyre në Islam, në mënyrë që të shmangej një e keqe e madhe ndaj muslimanëve dhe që ata të tërhiqeshin më shumë drejt Islam, duke sjellë me vete dhe fiset e tyre, sepse kur hyni pari
më përpara ka qenë që kur hynte i pari i fisit në diçka, të gjithë të tjerët pra ndiqnin atë dhe pasoshin. Ndërsa ansarëve nuk u dha asgjë nga kjo pasuri, duke u mbështetur në atë që Allahu kishte zbukuruar në zemrat e tyre, pra besimin, i cili nuk shtohet nga dhuratat e kësaj bote dhe nuk paksohet nga privimi prej saj. Megjithatë, dashuria për atë që u lejohej, pra që është në këtë rast plaçka e luftës, prej saj dhe fakti që e kishin fituar me shpatat dhe përpjekjet e tyre, bëri që në zemrat e tyre të lindte një ndjenjë pakënaqësie. Kur pan se plaçka e tyre po u shpërndahej të tjerëve dhe ata vetë nuk po merren prej saj, ata nuk e kuptuan më njëherë urtësinë e lartë që qëndronte nga veprimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori vesh për gjendjen e tyre, i mblodhi dhe u mbajti një fjalim duke u thënë. Me këtë fjalim madhështor, me këtë fjalë pra perla nga goja e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, do u thotë: O ju ansar, a nuk ju gjeta të humbur dhe Allahu ju udhëzoi përmes meje? A nuk ishte të përçarë dhe Allahu ju bashkoi përmes meje? Pra ishte shkaku për ju. A nuk ishte të varfër dhe Allahu ju pasuroi përmes meje? Sa herë që ai përmendte një mirësi, ata thoshin: Allahu dhe i dërguari i tij janë më bujar ndaj nesh. Pasi u kujtoi mirësitë që u kishin ardhur përmes tij, udhëzimin që është qëllimi më i madh, bashkimin pas luftrave dhe konflikteve të tyre shkatruese, si dhe pasurimin pas varfërisë, qoftë përmes plaçkës së luftës, zhvillimit të tregjeve të Medinës, tregtisë dhe bujqësisë, pasi ajo u bë kryeqyteti i Islamit. Dhe gjithashtu nga fisnikëria e karakterit të tij dhe dashuria për drejtësinë, ai u kujtoi edhe meritat e tyre ndaj Islamit dhe muslimanëve. Se ata i strehuan muhaxhirët, i ndihmuan kur njerëzit më të afërt i kundërshtuan dhe i dobuan nga shtëpitë dhe pasuritë e tyre. Ata gjetën tek ansarët strehim, ndihmë dhe bujari, derisa me solidaritetin e tyre u bën të harrojnë vetëlindjet dhe familjet e tyre, pra nga nga kishin ardhur. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshiroi t'i ngushëllonte për çështjet e kësaj bote, duke i orientuar drejt saj që përmban të mirën e kësaj bote dhe të botës tjetër, duke thënë: A nuk jeni të kënaqur që njerëzit të marrin dele dhe deve, ndërsa ju të merrni të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në shtëpitë tuaja? Pra kjo është dhurata më madhështore, të cilën pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përmendi në sy të gjithëve, që ata ta dinin që ansarët janë ndryshe nga të gjithë ata që ishin prezent aty, për t'i dhënë meritën atyre që e meritojnë, për t'i treguar të gjithë njerëzve që ansarët janë ato të cilët, sikurse tham, janë ato veshje e brendshme, kurse të gjithë njerëzit janë ato e veshme e jashtme. Atëherë ata, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, u kënaqën dhe sytë e tyre u mbushën me lot gëzimi për këtë mirësi të madhe dhe për këtë përgëzim të madh, si dhe lot pendimi dhe qortimi ndaj vetvetes. Kështu shpirtrat e tyre të pastër u bashkuan me shpirtin e pastër të pejgamberit të tyre. Prandaj, pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deshi t'u qetësonte zemrat dhe t'u hapte gjokset shpirtin dhe t'u tregonte njerëzve virtytet dhe pozitën e tyre të lartë, për shkak të përparësisë që kishin në besim, pra ishin më përpara në Islam, strehimin që bën, ndihmën që i bën të dërguarit të Allahut dhe fesë së tij, kështu tha, po të mos ishte hijreti, emigrimi, do të ishe një prej ansarëve. Pra i vlerësoi këto njerëz në vlerësimin më të lartë. Dhe sikur njerëzit të merrin një lugin duke ecur apo një rrugë, unë do të merrja vetëm luginën dhe rrugën që kanë zgjedhur ansarët. Ansarët janë të afërt, të brendshëm dhe të dërguarin dhe për fen, pra dhe për dërguarin dhe për fen, ansarët janë më afër se gjithkush. Ndërsa njerëzit e tjerë janë të jashtëm, ata janë më të parët për mua. Me këtë këshill të thellë dhe këtë nder të madh që përmendi për ansarët, ata e kuptuan pozitën e tyre dhe e dinin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte privuar nga plaçka e luftës duke i nënvlerësuar, por si merit, pra jo si nënvlerësim, por si merit për ta.
Pra sepse imani i tyre ishte më lart dhe mund ta duronin këtë lloj veprimi. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëri ka teklif. Duke u mbështetur në atë që ishte rrënjosur në zemrat e tyre, që ishte besimi i fortë, dhe duke preferuar botën tjetër mbi këtë botë. Pastaj përmendi një shenjë nga shenjat e profecisë, e cila është se do të ketë padrejtësi ndaj tyre në këtë botë nga të tjerët, por kjo të mos i shqetësojë ata fare. Le të durojnë dhe të përmbajnë veten, sepse kënaqësitë e botës janë të pakta. Le të durojnë derisa të takojnë atë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tek haudi, burimi në ditën e gjykimit. Vërtet, durimi i bukur është nga shkaqet për të arritur tek ai sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo mrekulli profetike u realizua pas vdekjes së tij gjatë kohës së halifëve të drejtë. O Allah, na bashko me ta, me prindrit tanë, me mësuesit tanë dhe të afërmit tanë, dhe me muslimanët, me mëshirën tënde dhe bujarinë tënde. O mëshiruesi më i madh, o më bujari i bujarëve. Çfarë përfitohet nga ky hadith? E para, dobi, kjo është se lejohet u jepet nga plaçka e luftës atyre që duhen afruar zemrat e tyre, sipas mendimit dhe gjykimit të prinsit. Pra, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendosi këtë veprim, atëherë ajo duhet bërë dhe ne duhet ta ndjekim dhe ta bëjmë atë në jetën tonë. Pra, kur na jepet, na lëmundsoj Allah azza wa jall që të kemi një shtet tonin, të kemi pra në një vend ku mbizotron ligji i Allahut azza wa jall dhe urtësia e Zotit, fjala e hadithit, fjala e pejgamberit, në kuptimi i ulemave, atëherë dhe ne e veprojmë të. E dyta, lejohet të privohet nga ajo ai që ka besim të fortë, sipas interesit të përgjithshëm. Pra, nëse e shikon prisi se në mesin ton, po themi një grup i cili pra jemi të renditur të gjithë përpara hoxhës, profesorit, dhe dhuratat nuk janë aq sa numri që janë përballë. Atëherë kur e vendos profesori që ke përpara që t'i jap disave dhe të ndaloj nga disa, sepse mendon se ato që i ka më parafort, dhe i din se çfarë besimi kanë, dhe i din se çka ka kaluar me ta, dhe e din se sa janë në gjendje që durojnë, dhe e bën këtë, e bën sepse i vlerëson ato njerëz dhe jo i zhvlerëson. Pra nga vlerësimi që ka për ta, dhe nga imani që shikon tek ata, dhe nga siguria që kanë në besimin tek Allahu azza wa jall, atëherë ai pra vepron në këtë formë. Treta, dëshira për gjërat e kësaj bote nuk duhet të ndikojnë në besimin dhe sinqeritetin tonë. Nëse dikush nuk punon vetëm për dynjan, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i qortoi ata për dëshirën e tyre. Pra, pa diskutim që njerëzit, nëse ata janë veçues të Allahut azza wa jall tauhid, ndjekin fenë e Zotit më sa kanë mundësi dhe i jepen bujqësisë apo i jepen blektorisë apo punojnë në një X gjë dhe aty ata kanë pra përfitime dhe janë të suksesshëm, pa diskutim që u lejohet këto gjë të vazhdojnë dhe ta veprojnë ata. Është e ligjshme këshilla dhe hutbja në raste të përshtatshme, sikurse sqarimi i së vërtetës, sikurse ndodhi me dërgurjen e Allahut sallallahu alaihi wasallam me ansarët. E pesta, udhëheqësi, komandanti dhe përgjegjësit nuk duhet të dërgojnë për mbledhjen e zakatit dikë tjetër përveç një personi që ka njohuri të plotë për këtë çështje. Pra nga këtu përfitohet shumë gjëra, që ata të cilët duhet marrin përsipër diçka, duhet të jenë ata të cilët kanë dituri. Duhet ta kenë studiuar atë lloj çështje. Duhet të jenë të aftë, duhet të jenë pra të suksesshëm ka ajo gjë. Duhet ta dinë situatën ashtu siç duhet. Duhet pra të jenë të informuar për çdo çështje, për çdo gjë që kërkon ajo çështje. Sikurse në këtë rast pra është zakati. Porse mund të ndodhë që të jetë hyrje për imam. Nuk mund të hyjë dikush i cili pra nuk ka njohurinë e duhur për të na prirë në namazin ton. Duhet se s'bën personi që ka dituri. Pika e 6,
se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua për bekim dhe dua për bereqet për këtë ummet, sidomos për ansarët që janë ndihmuesit e kësaj feje, ndihmuesit e Allahut dhe ndihmuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është ata vlera e ansarëve, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për nga vlera e imanit dhe ndihmës që dhanë për Allahun dhe dërguarin e tij, duket e qartë. Vlerësimi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëri për ta del si detyrë për ne që t'i duam, sikurse e shprehu vlerësimin për ta i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. T'i duam ansarët sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dashur ata. Nga shenjat e profecisë, ajo që është përmendur më parë do të ndodhë, që do të shfaqen disa mbretër të cilët nuk do të njohin të drejtën e njerëzve dhe do të sillen padrejtësisht mbi ata. Dhe nuk kërkohet mbi njerëzit vetë se të jenë të durueshëm, sepse durimi është cilësi e bukur dhe kjo i bën që njerëzit e duruar të fitojnë xhenetin e mëshirshëm. E nënta dhe e fundit, durimi i bukur ndaj fatkeqësive është një nga shkaqet e marrjes pjesë në haudën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, ata të cilët durojnë nga gjërat që i bie në jetën e tyre, nga fatkeqësitë që mund të hasin, nga vështirësitë që mund të kalojnë, atëherë durimi i tyre do shpërblehet me këtë shpërblim të madh, i cili është të pish nga haudi që Allahu azza wa jall ja ka dhënë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit, në atë ditë që njerëzit do jenë të etur dhe ata të cilët u lejohet për të vajt për të pirë tek haudi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata janë njerëzit të cilët kanë fituar xhenetin e Allahut azza wa jall. Allahu na bëft për këtyre njerëzve, Allahu na dhën sukses, Allahu na bëft që ta kërkojmë diturinë me zell, mos na bëft Allahu për atyre njerëzve që demoralizohen dhe nuk përpiqen për të mësuar fen e tyre, gjë e cila e kemi detyrë, sepse pa dituri njeriu nuk e adhuron Allahun azza wa jall ashtu sikurse duhet. Prandaj vëllezërit e mi, përpiquni. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ja shpërbleft me të mira.